për mi alargu gajle dikujt, brenga dikujt, çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Të ndërozër, njerin këtë dunja ka ne për gajle. S'ka dikush këtë dunja që s'ka gajle. As s'ka brenga, s'ka kështu. Dunja është e tillë. Herë vine, herë shkojnë, herë më të vogla, herë më të mëdha, po toni me gajle. Dikush e ka gajle shnetën, dikush e ka gajle nështë një problem me dikën, dikush e ka gajle borxhin, dikush e ka gajle në gjithçkush ka gajle të caktuara. Andaj njerëzit kanë ngarkesa, mirë po. Galet e dunjas, sa do me kundnoja, nuk krahasohen me galet e ahiretit. Me telashet e brengat, Zotë na ruaj. Ka me pas një të telashe, paramenon nuk din që ku mu me ty, e shë për para, Zotë na ruaj xhehenemin, e ati ka falë Allahu, ati ka pranu Allah, gale e madha kjo. E ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, përshëto galet e dunjas e të ahiretit, ka thonë. Ka thonë Muhammedi alaihi sallatu wasallam, kush i alargon, dhe gjani, kush i alargon një muslimani, një breng, s'ka thonë këtë breng, atë breng, qëfarë të koftë, një telashe i alargon. Kam i alargu Allahu telashet e ditës kiametit. Për në qëfarë mundësia, ti i alargon të kujnë telashe. Nështë ta, ajo telashe e ti është e madhe, po me një fjallë të mirë ja ke largu, ja ke letu. S'ke pasur me investu as kohë, as pare, as mund, kur gjeq, veç një fjallë e mirë, nështë ju ka dok freskije dhe largim, ma shumë se kush e që ka me i thonë. Prandaj, mos kurse, mos u habit, mundo me hek dikujt galet. Kuj do koft? Nga se na hek Allah galet e dunjas të ahiretit. Prandaj edhe, besimtarët janë të këtil me zveti. Mirë po, një sen këtu të me pas parashit të nërëzër. Gjdo kush si kërë ceka duhet me u përpjek edhe me koni interesum që dikujt me i galet. Po s'po kam mundësi me hek, a moj më bëjt e qka të mirë, edhe kur s'kam mundësi me i galet, po ki mundësi, mos që ashtë galet. Ka e dikush, dhe më thonë, jo që s'ta hek galen, po të ishton galet. Rëndaj për shambull, me pruri shambull, ka shumë shambull. Nëse një prind ka gale, qysh me e përtheku muj me muj, që shumë njerës kanë kësi gale. Problem, rroga nuk del, ndihma nuk del, ka borqe nuk ja del, e ka gale. A ideali që e ka të shpia, nështë a e vërdet që s'po ka pun, s'u një në gjithë dorën, s'u një hek galen, po mësja ashto galen do është ta me mësimit këshia në shkollë. Bile s'paku në gjithja dorën të konë zasi mirë shkollë, në gjithja dorën të konë bile sjellë shumë, në gjithja dorën bile s'paku tu, u munu maksimisht me hargju, maksimisht me kursy, mës me hargju, me rujt, edhe kështu mund shmejni mu. S'ki mund si këtë galin kërësori me hek, bile do galit tjera ansore, mos jashta, e kështu me radha. Prandaj, besimtari mundohet që gale me hek. S'ka mundësi, s'paku galit nuk ishtan.